ndryshe në Top Albania Radio. Erdhëm sërish me zotin Duka, me zotin Rapi dhe me zotin Dhe me zonjushën Duro. Se kam kuptu kur, e ke me R apo me R? Pasaporte ka me R, duhet ta ke me R në fakt. Pra që ta D është R. Stërgjyshi i babait tim e ka pasur me thon burrë. Burrë. Salzano Rapi. Kështu kam pasaportë. Po ja pra si e ke shkruajt aty Rapi. Me R. Po pra me R, se ashtu e kam pasaportë. Mirë, në rregull. Dëgjoj, unë do të pse ka për të kërkuar njëri pasaportën ty? Po vesi që kemi. Vero kushtoi R aty ç'a gjet. Jo, në top del me në top del me R. Po, në radio me R. Me R. Dëgjoj, e din se mendoj që shumë nga njerëzit që nuk e njohin, sigurisht që nuk e njohin personalisht shumë zoti president, por ata nuk e dinë se sa sportiv është ky, sa fani është si burr. Se din gjithë që ai është i rënd, atë vetëm zihen njerëzit. Është i mirë, është. Po nuk e din këtë gjë. Shumë i këndshëm. Ndërkohë kanë në pyetje të flesh zoti president. Kështu që ti për këto fleshët i ke qef to, që mos zgjatesh. Çfarë fleshësh? Të shkurtra, kujt? I shkurt, po do vish. Ore, do vish për drek për shkakun. Jo, po jo do të sqarosh, nuk sqaron shumë ti. Do t'i bëj unë gjitha këto. Po bëj ti gjithë. Një uniti. Zoti Duka, kualifikimi më i bukur, Franca 2016 apo Gjermania 2024? 2016, se hera parë. Golin që nuk do ta harroni kurrë kontares. Kam shumë gola të salduar këtu, po më i rëndësishme ishte i Baramit Çaki. Po, Baramin Çaki. Trajneri më karizmatik që ka patur kombëtarës. Trajneri më karizmatik që ka Trajneri më karizmatik që ka patur kombëtarja. Gianni De Biasi. Sa i mirë. Një lojtar që ju ka surprizuar shumë, që nuk prisit kurrë për atij dhe ndërkohë ju surprizoi. Kur ka ardhur kombëtare. Julian Sheu, bashkëshori i kombëtarës. Në fakt ai është. Jo vetëm ti, gjithë janë surprizuar me Sheun. Më shumë emocion ke si tifoz apo si president? I kam të dyja për bashkë ndaj do. Ti je për një ndeshje dramatike apo fitore të pastër? Të pastër, more. Shysha, rezultat. Vari, pse mbin mu këto? Vari është ndihmë apo stres sipas ju? Shiko, personalisht nuk jam për teknologjinë, por gjithsesi vari ka korrigjuar shumë gabimet e arbitrave dhe ka statistika, do të thonë vërtet për një progres të madh në uljen e gabimeve. Për shembull, minutën e fundit një penallti për kombëtaren. E shef apo kthen kokën derisa të njohësh zhurmën e pro apo kundër? Jo, e kam fjalën penalti pro nesh apo kundër nesh? Jo, pro nesh. Pro nesh. Do të shoh. E shef, ha? Po. Nuk është se nga ato që nuk e shef. U bë apo s'u bë? Jo, e shoh. Nuk është se rrin kështu. Jo. Salse. Kombëtarja sot apo e 2016-s me që hym për të parë në Europë? Realisht është më e mirë sot. Më e mirë sot. Kundërshtari që dëshironi më shumë të përballet Shqipëria? Do të thënë për rezultate në ekip dobët, por nga ekipet që Gjermania. Futbolli shqiptar është krenari sot apo sfidë, apo e thamtë? Të dyja bashkë. Po mua është krenari, nuk duket sikur Shqipëria s'ka ndonjë gjë më të bukur se futbolli. Zoti president, talenti shqiptar më premtues i momentit sipas jush? E tha, më duket. Apo jo? Ja. Sa prureteria. Hasa, po jo. Hasa është një nga talentet, por nuk mund të veçoj në një me emër. Tani unë kam përgatitur edhe një quiz të shpejt. Ju duhet të zgjidhni vetëm njërin mes futbollistëve të kombëtares, pa shumë mendim, përgjigjja e parë që ju vjen në mendje. Kjo është e vështirë, e di. Pra, tash do bëjmë çik të vështirën. Po, kemi qejf bëjmë manca. Unë them mendimi i parë që ju vjen në mendje, domethënë pa i hyrë thellit, se e di që s'është mirë. Tani. Po nëse kushdo që ta dëgjoj ta kuptoj që ky është thjesht një emision. Ky është thjesht një emision. Armando Broja apo Muçi? Muçi. Berat Gjimshiti apo Elsei Dysaj? Shumë vështirë. Një emër. Duhet një emër se s'bën është. Elsi. Tomas Trakosha apo Etrit Berisha? Gjitha të vështira. Etrit Berisha. Kristian Aslani apo Ilber Ramadani? Ramadani. Nedim Bajrami apo Rejmanaj? Gjitha që ka shumë vështirë. Ka se ke pas më shumë vështirë si se kaq. Janë isaj. Prandaj ka burrin gjuajë. Bajrami apo Manaj?
Manaj. Cana apo Mavraj? Për golin e Serbisë. Cana apo Mavraj? Canaj apo Cana apo Mërgim Lorik, Cana apo Mërgim Mavraj? Canaj. Iglitare apo Erion Bogdani? Bogdani. Andi Lila apo Altin Lala? Altin Lala. Kjo ishte kuici më i shpejt dhe më i sa bukur, emocione. Do bëjmë ca pyetje pa nivel? Do bëjmë ca pyetje pa nivel, ky është sektori i Salsanos. Këtë pyetjet e mia janë me shumë nivel. Sa do jetë rroga e Maranit? Ai sa jote bro? 2 milionë euro. Po 100 milionshit, ha? E kemi diapazonin më nga. Po 100 milionshit. Ti e ke rrogën më të madhe në FSHF? Apo ka një tjetër që merr më shumë se ty? Jo. Ti je më. Sa e bukur. Në zgjedhjet e ardhshme do kandidosh tek pull apo do ketë dhe kështu apo si Berisha që s'ka kryetar tjetër përveç Berishës? Ç'kemi Berisha? Jo, e kam si pyetje kështu. Ti krahasoje me Elizabetën e Anglisë. 70 vjet. Apo po doli një kundërshtar. Jemi shpejt. Kur ka do dhe sa 3 vjet? Do dhe 3 vjet? 3 vjet. Për moç 3. U4 se harrova tash. Ver apo birr? Çfarë të pëlqen më shumë pish? Ver, ha? Ti ke verën tënde apo jo? Duka. Vera Duka. Edhe është shumë mirë, e di. Po ambienti atje të shkosh ke lokali është super. Po sa është dhe shtrenjtë, nuk është dhe e lirë. Ka dhe të lira po e Ka dhe të lira. më mirë. Pa jo se është mirë shumë se e piva e ditu ke studiumi u gnaqja. Kur paguajnë tjerët pjetë stel. Kush është? Varet. Po mira të dyja. Do shkosh në Amerikë kampionatin botror? Do shkoj për hapje sepse kemi dhe një summit. Nuk do shohësh. Sa ndesh do shohësh apo? Edhe po në finale do shoh 2 ndeshje, hapje në Meksikë dhe 1 ndeshje në Miami. Ty ti pagun federale apo e pagun botrori? FIFA. Çhalli kjo vlla me festin e Jeti për të lejuar basket në Shqipëri apo je kundra? Shiko, unë jam kundër që njerëzit luajnë bixhoz, por në Shqipëri luhet bixhoz dhe për këtë arsye kam kërkuar më mirë të luajë një bixhoz legal dhe të paguajnë taksa se sa një bixhoz ilegal edhe përfitojnë vetëm ata. Ke shumë drejt. Me kë e ke më mirë, me Ramën apo me Berishën? Me Ramën. Me Ramën. Se Elizëm ishte ke? Jo, lapse. Rejqik se. Rejqik. Po jo fakt Berishën se kam takuar asnjëherë. Asnjëherë vërtet? Asnjëherë? Ja. Shumë. Ka qenë Berisha në një stadium apo kur? Ka qenë? Është tifoz futbolli, unë se di. Ka qenë një ndeshje me Norvegjin këtu. Që se ma me njëri. Pse s'të pëlqen ty trajnerët shqiptar? Ke ndonjë arsye apo? Asnjë arsye. Po pse nuk pëlqen? Po president Perano dhe më të lirë o burra po, se më janë më të lirë? Kushtojnë më pak? Po. Sigurisht. Po ky nuk është problemi i lekëve, është problemi i cilësisë, patjetër. Se po mos shqiptar thot ai, do i dali kushuri, do marrë këtë, do vjen çaj. Është edhe kjo një gjë. Është edhe kjo një nga arsyet. Jo pak e arsye. Jo pak e rëndësishme, domethënë. Ditë japësh bicikletës? Patjetër që. Si patjetër, po dhe mos dish valla. Makinën e ngjet vet apo je me shofer? Me shofer në fakt, po e kam nga për shumë kohë vet. Me kë je tifoz në Super League? Me Vllaznin. Apo ja fut kot apo çfarë? Jo, po, me Vllaznin. Po ke qenë herët me Vllaznin apo tani që ke qenë president, sa vite ke Po thoj se gjithë jetën. Gjithë jetën me Vllaznin. Ua, unë thashë do thoshte të utën si burim dursak. Si dhe ka tifoz Ligu edhe ne, unë jam tani. E po tisha do isha me Lokomotivin. Lokomotiv. Lorenz ndrohe. Kush e fiton Superligën shqiptare? Bylis. Vërtet? Më po tallet me nesër. President, kush e fiton botrorin? Kush mendoj unë? Me kë je një botror dhe kush e fiton? Besoj se të gjithë kemi të njëjtat skuadra favorite. Franca, Anglia, Portugalia. Dhe ti je me gjerman me sa di unë apo jo? Jo. Unë faktikisht jam brazilian. Brazilian. Gjysma Shqipërisë me Brazilin. Unë shumë ta fitoj Portugalia se na dha 12 pikë në Eurovision. Ashtu? Po, 12 pikë. Është një arsye shumë e fortë. Dhe së fundmi, çfarë ngjarje të madhe do ketë Federata Shqiptare e Futbollit në këto që ne nuk e dim apo do ketë në një gjë që nuk e dim ne do ndodhi në të ardhmen e shpejt
gjëra që nuk I dim, nuk është se kemi, po aktivitetet më të rëndësishme që ne do kemi është kampionati evropian për 21 vjeçarët në Që do bëhet në Shqipëri. 2027 që do bëhet në Shqipëri. Dhe Sa ekip do vinë shumë ekipe? Sa janë? 8 ekipe. 8 ekipe. 8 skuadra këtu dhe 8 në Serbi. Kampionati evropian 21 vjeçarëve është kampionati I dytë më I rëndësishëm pas kampionatit evropian të rriturve. Pastaj ajo që nuk e dim dhe që ne le themi lobojmë për ta pasur Shqipëri është finalja e një Superkupe në vitin 2028 Shqipëri. Superkupe të një Evropiane. Oh, Sa bukur. po ku jemi? Derisa jemi afër? Po zakonisht ne kur nisemi I realizojmë. I realizon gjëra. Sa bukur. Dua të përfshihem. Faleminderit shumë zoti Shumë Duka. faleminderit. Pushime verore ke menduar? Ke një vend që ke qef të shkosh gjithmonë me familjen? Unë pushimet verore bëj gjithmonë në Shqipëri. Edhe ne kështu jemi. Kryesisht, domethënë pavarësisht se jetoj në Durrës, po më shumë I shpenzoj ditët në jug. të Në Shqipërisë. jug, që e kemi të fantastik të mrekullueshëm. Atëherë do takohemi në jug, besoj. Po. Shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit që na Faleminderit, ftove në Ademra. podcastin tënd për pak sekonda, po gjithsesi unë mendoj që ta shikosh si version, Po. sepse kush nuk ka bërë sot, po pse mos ketë Pse një mos ta bëj? federata ka podcastin e vet? Po do ishte shumë bukur. Federata nuk ka podcast, federata ka televizion. Televizion, e dim. Ka televizion, është. Po ke dalë transmetimi uë? Brenda televizion ka edhe një podcast. Podcast, po. Sa u bë që për televizioni? Kush është drejtori I televizionit ke ju? Egi Dura Egi Oh, Durrë, Egi. themi gjithmonë njëri tjetrit çunxhaje. Jo, si kemi punuar digital bashkë shumë, po nuk kemi gjë. Atëre suksese të përgjithshme, jo vetëm në jetën tënde personale, por edhe në jetën tënde sportive. Kryesisht ke podcasti. Po, Në në podcasti veçantë. është kështu. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Duka, të Faleminderit, duam shumë fort dhe të faleminderit. mirpresim Dhe po të gjithmonë. kërkojmë në sy të gjithë dëgjuesve një ark me verë Duka do ta sjellësh këtu. Patjetër, një ty dhe një ty. Arka ime është me ishiqe, jote është me 6. Ishin çik të birrë. Ku I kam birrat? Faleminderit.